ne të mos t'i nominojmë për çan numërues. Kush është në proces hetimor nga organet e hetuesisë, nuk do t'jetë komisioner sërish në Kjo është fryma në të cilën ne duhet të jemi dakorduar që do të veprojmë dhe unë mendoj që do të duhet veprojmë, andaj dhe i ftoj partitë politike nga këtu që me rastin e nominimeve të antarëve të tyre në Komisionin Komunal Zgjedhor, apo në ato komisione komunale zgjedhore ku kemi pas problem me ata antarë, apo edhe gjithashtu dhe antarë numërues që përcaktohen nominohen nga subjektet politike, që të mos ne sjellin në listat e tyre kandidatët, pra aplikantët të cilët i kanë pas të probleme dhe janë në një mënyrë ose tjetër subjekti hetimeve nga prokuroria dhe policia. Që mi u bë kandidatëve që ju kanë heqë vota në proces të rinumërimit? Nëse kandidojnë sërish për deputet, a ka mekanizëm për filter në këtë rast? Ne nuk kemi ndonjë mekanizëm, ke përket kryesisht nëse jemi duke folë për kandidatë për deputet, janë filtrat e prokurorisë, nëse ata gjejnë dëshmi të mjaftueshme që ka një lidhje mes kandidatëve për deputet dhe themi numëruesve në qendrat komunale të numërimit që kanë bashkëpunuar apo kanë punuar me direktiva të kujdo, ato prokuroria është e obliguar të themi ka detyrën e saj që ajo të ndërmerr veprimet e përcaktuara dhe më pas ato mund të përfundojnë me ngritje të akuzave apo edhe me hetime të mëtejme. A është në vullnetin politik të subjekteve që